Kurse u rikthyet në pjesën e fundit të hapësirës tonë gatimit, vazhdojmë të përgatisim qoftet me patate, me spinaq, erza, bim aromatike, gjithashtu po përgatisim dhe një çaj me lëkurat e patateve. Atëherë, atë ngilte çaj pak unë, pa filluar. Albana përgatit çajin me lëkurat e patateve, unë po të tregon pse kemi përgatitur sot një çaj me lëkurat e patateve, të cilat shpesh siç e thash hidhen, sepse nuk e din vlerat, por janë një thesar me vlera ushqyese dhe me përfitime shëndetësore. Teksa shohim një çaj që e ka bërë një gotë sa për vete, aq ka llogaritur nga lëkurat e patateve. Dgjoj, nëse e mban mend, të premte bërë një kafe vetëm për vete. Nëse e mban mend. Të shpëton gjë, të premte ishte kjo? Të premte ishte? Po se kishe konsumar 1-2 edhe që ti jepja edhe këtë tretën ty. Edhe mendoj për mua. Atëherë këtu duhet të përgatisim këtë çaj. Ja të bëj një çaj. E ëmbëlsojmë, gjithsesi mjaltin do ta hedhim kur të jetë ftohur pak, ne e lam të qetësohesh se mjalti në një çaj të nxehtë sigurisht ju mbet të gjitha vlerat e tij. Mjalt edhe limon në çajin për të përfituar të gjitha vlerat ushqyese, siç thash, të vitaminave të kompleksit B, të vitaminës C. Lëkurat e patateve përmbajnë fibra dietike që përmirësojnë tretjen dhe kapslikun. Kanë minerale, me shumicë kanë kalium, kanë gjithashtu antioksidant, që luftojnë ato radikalet e lira dhe luftojnë plakjen e parakohshme, por duhet patur kujdes. Ndonjëherë na kthehet në bumerang duke zgjedhur ato patatet që janë me ngjyrë jeshile, që kanë vende pjesë jeshile. Atë pjesën jeshile ose gjithë pataten duhet ta largojmë padyshim, sepse aty ndodhet një substancë që quhet solanin, dhe kjo solanina është një substancë helmuese, gjë që na dëmton më shumë se sa na forcon imunitetin lëkurë e patateve. Kështu duhet ta kemi këtë. Pa mos e ngatroni solanin. Që si emër duket i bukur, po. Po solanin. Mos i të gjë kjo. Atëherë dhe unë një çaj vetëm për veten time. Po. Kundra plakjes time, sepse s'ke nevojë akoma një re, prandaj le bëra vetëm për vete. Se vetëm për plakjen më është për imunitetin, ka vitaminë C, ka kalium që është mineral që shpeshherë mbet me. Që jam në një moshë pak sa? Po, patjetër. Gjysmë shekullore. Patjetër. Një gjysmë shekullore me çaj ahove tani. Shpëtove. Atëherë të bëft mirë. Këtë e sollëm për të treguar që asgjë në kuzhinë nuk hidhet poshtë, edhe lëkurat e patateve. Padyshim duhen larë mirë, siç tham, të pastrohen nga dheu apo betjet e tjera, dhe më pas i përdorim qoftë në çaj, qoftë edhe të pjekura, edhe mund të piqen me erza. Shumë mirë me erza dhe janë në vendin e patatinave. Super. Pra, siç i bëni me erza, i vendosin në furrë, jo në vaj. Jo në vaj, absolutisht në vaj. Dhe nëse do t'i vendosin në vaj, do t'i kaloni shumë pak dhe duke i vendosur në letrën e kuzhinës që të përthitin vajrat. Pra, mos i hidhni lëkurat e patateve. No.